Dhe Krishnik Spahiu në komunikim të drejtë për drejtë, doja ta kisha për t'i uruar mirëmbrëma Krishnik. Mirëmbrëma gjithëve, faleminderit. Patjetër do marrë dhe nga ju një moment ngushëllimi për familjen e Lapardhias. Nëse e ke, mund ta japim tani Krishnik. Po, në vazhdim të ngushëllimit për familjen e Namir Lapardhias, do t'i kujtoja publikut që në koherencë të analizës tij të fundit, Namiri ka qenë 10 vjeç kur Partia Demokratike lindi dhe i ndjeri Namir nuk ka pasur mundësinë që këtë parti e cila u pagëzua me emrin demokratike dhe që premtoi që do të ishte ndryshe nga të tjerët, pra do ishte më demokratike se Partia Komuniste, në statutin e saj të parë vuri një dispozit ku kryetari nuk duhet ishte më shumë se 2 mandate. Kaluan shumë kohë prej atëherë dhe kryetari i kësaj partie, nëse merr këtë mandat, do të barazohet me Enver Hoxhën 40 vite. Pra, nëse merr tani që janë 36 plus 4, shkon 40 vite. Fatkeqësisht jetojmë në një epokë çuditshme ku shpeshherë ngjarjet në Shqipëri përsëriten dhe shpeshherë kthehen në nivelet politike aty ku kanë qenë 80 vite më parë. Unë ndjej keqardhje që ajo parti e cila ka emrin demokratike, asgjë nuk ka më demokratike se sa partitë e tjera. Okej, faleminderit Krishnik. Limi Meti? Ngushëllim e familjes, sado që unë për shkak profesionit jam mësuar me situata të dhimbshme, kur nuk mësohesh dot as me moshat e reja dhe kur nuk mësohet dot familja me humbje dhe njerëzve të dashur. Ngushëllim. Rençi? Nëse e keni ngushëllime të sinqerta familjes Lapardhaja, realisht unë e kam njohur, jo sa që njohin shoqata e gazetarëve, por e kam njohur në 20 vite, një njeri korrekt, i penës e gjithçka, por me lejoni, ju dhe dëgjuesit tuaj, që së bashku me familjen Lapardhaja, të ngushëllojmë edhe familjen e komisar Bodlit, që edhe ai në të njëjtën orë, në të njëjtën moment, si Lapardhaja, vdiq në krye të detyrës një komisar i departamentit hetimit të krimit, edhe ai nga arresti kardiak. Fakti që unë vi nga organizata e policisë, ndjej detyrim të ngushëlloj familjen Bodlit dhe familjen Lapardhaja. Bashkohemi. Namiri ishte një nga ato personat cilin unë e lexoja pothuajse rregullisht në qëndrimet e tij në rrjetet sociale. Ishte një penë kritike, jo gricëse dhe nga këto grindavecat e studieve apo të rrjeteve sociale, por një njeri me sens real kritik dhe besoj që për familjen është padyshim një humbje e madhe dhe është rast të shpreh ngushëllimet, por edhe për mendimin publik do jetë një minus pena atij. Bashkohem edhe me rastin që thotë zoti Prençi për të ngushëlluar edhe familjen e komisar Bodlit. E komisar Bodlit. Oficeri i departamentit të hetimit të krimit në drejtorisë